Këto pamje me dron janë dëshmi e kolapsit treditor nga radha kilometrike e trafikut të automjeteve të kthyera nga Librazhdi në drejtim të Elbasanit në ditët e para të vitit 2026. Punimet në rrugë dhe numri i lartë i vizitorëve që kishin zgjedhur juglindjen për festa e shndruan këtë aks ndër më të ngarkuarit në vend. Pas 3 ditëve kaotike me trafik të rënduar është rikthyer normaliteti në aksin kombëtar Prenjas Librazhdi Elbasan Tiranë, ku përgjatë 3 ditëve me mijëra qytetarë dhe drejtues të mjetesh mbetën të bllokuar në rrugë. Kjo ka qenë fluksi i emigrantëve dhe kështu që kemi vujtur. Kemi qenë në rrugës Librazhdi, shumë trafik kemi pas dhe ne edhe këtu në Elbasan 4. Qa bora, makina nuk ka se gjira, ku që se pengohet, po shumë trafik. Përmetina i dita i ka atje në Librazhdi, 3 orë, vajti ardhi. 3 orë, vajti ardhi. Do me të rruga që të Gradashej do të hapet ty, keni vetë parasysh sa kërkesë ka për vjen atje ona. Do të hapet e rruga. I din vetë, po tash i bypassit do liroj shumë trafikun, do të bëhet, ta ketë shumë probleme, njerëzit kanë bavë që lëviz, kot njeri për qef nuk lëviz. Shumë shqetësim normale, sepse në bllokonet e orare të punës të gjitha problematikë shumë e madhe. Ndikon shumë edhe tek pjesa e orareve të ditës që në pengon ke punët. Ne që kemi punët, jo me orë, po në ka raste gjithë ditën vetëm trafik, sidomos ne që transportojmë pjesë këmbimit makinave që duhet të kemi kontakte me shumë servise, edhe prapë ngelim. Po fluksi shtuar normale po. E dyta, nuk e di, më duke njerëzit shumë të trembur edhe në rrugë, edhe nuk janë të orientuar edhe vetë shoferët. Sidomos ndoshta shoferët e ri nuk janë të orientuar mirë në rrugë, edhe krijojnë shumë trafik, pengesë gjatë natës. Po tani do i durojmë, nuk kemi çfarë të bëjmë. Po, ka qenë problematik. Tani po policia gjithashtu ka bërë punën e vet sa e disponueshëm, kanë qenë sa e në rrugë me shpërndava vinat, policia shumë vështirë, shumë trafika, shumë vështirë. Po pse s'ka rrugë, po pse s'ka civilitet. Pavarësisht pranisë të shtuar të forcave të policisë rrugore e disiplinimit i qarkullimit, ishte i vështirë për shkak të numrit të madh të automjeteve dhe kushteve të amortizuara të infrastrukturës në disa segmente ku janë kryer punime për zgjerimin e saj, pjesë e korridorit të 8, një situatë e cila solli nervozizëm dhe shqetësim tek qytetarët.